Mirë se erdhët në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur Deshër, këtë javë, apo kjo javë të vë përballë një pyetje të thjeshtë. Do të vazhdosh të reagosh si gjithmonë, apo këtë herë do të zgjedhësh një mënyrë tjetër, sepse pikërisht aty fillon ndryshimi. Java hapet me Temperance. Shumë njerëz e përkthejnë këtë letër si hidurim. Absolutisht po, pra e flet për diçka shumë të thellë se kaq. Tregon se një situatë nuk është ende gati për të zgjidhur. Nëse këtë javë po përpiqesh të marrësh një përgjigje me zor, të detyrosh dikë të vendos, ose të nxitosh një proces, mund të prishësh vetë. Jo sepse nuk je të drejtë, por sepse koha nuk është në anën tënde. Kjo letër të mëson të dallosh kur duhet të veprosh dhe kur duhet të presësh. Jo çdo vonesë është pengesë, dashi. Ndonjëherë është vërtet mbrojtje. Pastaj kemi Perandorin. Dhe këtu nuk ka vend, ta them, për pasiguri. Ka një fushë të jetës kur ke qenë shumë tolerant ose ke pritur që gjërat të rregullohen vetë. Nuk do të ndodhë. Perandori flet për rregull, kufi dhe vendime. Nëse dikush vazhdon të sillet njësoj me ty, mos prit që të ndryshoj pa i treguar qartë deri ku lejon të shkoj. Në punë, në familje apo në një marrëdhënie. Këtë javë duhet të marrësh drejtimin. Nëse nuk e bën ti, dikush tjetër ta bëj për ty. Dhe këtu fillon të marrësh kontrollin në nën të shkopive dhe tërheq vëmendje për një gabim. Ky letër flet për njerëzit që kanë kaluar shumë dhe nga frika se mos lëndohen përsëri fillojnë të shohin rrezik kudo. Mos e merr çdo koment si sulm, mos e umbro para se dikush të ketë sulmuar. Nëse vazhdon të jetosh me mendimin se patjetër dikush do të më zhgënjej, do të lodhesh më shumë nga dyshimet se sa nga vetë njerëzit. Mbreti i shpatës, dashi, të kërkon të ndash emocionin nga realiteti. Mos pyet veten vetëm çfarë ndjej, por pyet edhe çfarë faktesh kam. Mund të ketë një bisedë ku mund të flasësh qartë, ku duhet të flasësh qartë në fakt, pa ngritur zërin dhe pa e zbukuruar të vërtetën. Ndonjëherë respekti fitohet më shumë me një fjali të qartë se sa me 10 shpjegime. Dy të kupës nuk flet vetëm për dashurinë, flet për dy njerëz që arrin të kuptohen. Mund të jetë një pajtim, bashkëpunim, një njohje ose një marrëveshje që të sjellë qetësi. Por kjo mundësi nuk vjen nëse vazhdon të rish me gardën lart. Dikush duhet të bëj hapjen e parë dhe letrat të tregojnë se këtë javë ai person duhet të jesh ti. Javën e mbyllim me hënën, që të kërkon të mos bësh armiku i vetës. Po, hëna krijon njergull, tregon sikur paqartësi, po paqartësit janë në kokën e juaj. Të bën të mendosh se diçka nuk shkon, se dikush po fshet diçka, ose një plan do të dështoj, një projekt do të, në atë kuptim, kur në të vërtet nuk ka prova. Kujdes nga përfundimet e nxituara, dashi. Mos merr vendimin mbi atë që imagjinon. Merr vendimin vetëm pasi të kesh parë të vërtetën. Pra, mos u nxito të reagosh, dashi, por mos u vono të vendosësh. Kjo është e balanca që flasim gjithmonë. Ka një ndryshim të madh mes këtyre dy gjërave. Nëse e kupton këtë dallim, java mund të mbyllet me një marrëdhënie më të fortë, një vendim më të zgjuar dhe shumë më pak stres se sa e kishit menduar, të dashur dashi.